Ju përshëndes, po sikur të kemi zbuluar antigravitetin, po sikur teknologjia që përdorim sot të mos jetë kështu siç ne e njohim, po sikur të kemi teknologji shumë të zhvilluar se ajo që njohim dhe mos të përdoret, ose të mbahet e fshekt. Tani dëgjojeni këtë, shkencëtarja që zbuloi antigravitetin vdiq dhe pyetja është pse, 34 vjeçe. Tani ndiqeni me kujdes. Amy Eskridge ishte një shkencëtare shumë e re. Vdiq në vitin 2022, në rrethana krejt të çuditshme që do t'ja u them pas pak. Dhe sipas saj, ajo kishte zbuluar antigravitetin, por prisni, sepse ajo që do t'ju them tani është vërtet absurde. E dini se çfarë tha ajo në konferencat që ajo bënte përpara se të zhdukej, përpara se të vritej. Pra, ajo thoshte publikisht, i gjeni videot e saj, Amy Eskridge, kështu quhej. Ajo thoshte që është zbuluar antigraviteti 34 herë. Ja u përsëris? Është zbuluar antigraviteti nga shkencëtarët, nga shumë shkencëtar, ndër vite, kjo, 34 herë. Me fjalë 33 herë, sepse unë isha thot ajo e 34-ta, por nuk e dija. Tani, për ata që nuk e kanë kuptuar, e dini se çfarë mund të bëj në qoftë se ne do të zbulojmë antigravitetin, pra të zbulojmë se si mund të shkëputemi për ndërtime, për shkëputjen nga toka, për të udhëtuar në hapësirë, për çdo gjë. E dini se çfarë mund të ndodh? Bile thuhet që edhe piramidat e mëdha janë ndërtuar pikërisht duke zbuluar antigravitetin që e njihnin në atë kohë. Dhe pyetja është pse të mbahet e fshekt, për çfarë arsye? Tani do të tregoj historinë e kësaj vajze, një shkencëtare brillante. Pash disa video të saj, por pash videon e fundit për fat keq, që është rreth një orë ca, por se flet me një shokun e saj në video dhe ajo thot publikisht thot që në qoftë se do të më gjeni thot të vdekur, mbajini mend thot që nuk kam vrarë veten. Dhe ajo që ndodhi është absurde. Amy kishte lindur në Alabama dhe në vitin 1987, mos gaboj, dhe një vajzë tepër e zgjuar, kishte studioi për fizik, për shkenca, dhe arriti që të futej edhe në stacionin NASA. Fillimisht u fut si dëgjuese, si mund thuhet. Me fjalë, jo si shkencëtare, por me kalimin e kohës kuptuan që kishte diçka të veçantë. Në fakt ajo e thot edhe në video, më tërhoqën thot, sepse kuptuan thot që kisha zbuluar diçka. Me fjalë, këta të shikojnë njerë, nëse nuk je të mbajnë aty, por nëse ti fillon pastaj edhe flet publikisht, atëherë të tërheqin thot, haj se ti je fantastike. Dhe me kalimin e kohës ajo vazhdoi që të krijonte projektin e saj në letër, pra në kompjuter dhe në letër. Kur e prezantova, thot ajo, projektin tim të antigravitacional, unë mendova, thot, se gjithë do të ishte plot salla, do të kishte, dëgjojeni, se është vërtet absurde, do të ishte plot salla, do të ishin që të gjithë aty. Jo, ishin vetëm dy. Njëri që rrinte në këmbë, tha, nuk u ula fare, tha, njëri që ishte në këmbë, tha, dhe një tjetër, tha, që rrinte pasta dhe gjoja shkruan diçka dhe më shikonte me cep të syrit. Dhe aty kuptova, tha, që kishte diçka të çuditshme. Si përfundim, e gjithë dosje, ajo që kishte aty, tha, që ishin mbi 300 e ca faqe, të gjitha ato, tha, i morën, tha, ashtu siç i morën, tha, dhe i futën diku. Unë mendova, tha, se i kishin mbajtur aty. Por pas disa muajsh, zbulova, tha, që ai dosjeja që kisha shpikur unë gjë, ishte së bashku me të tjerat. Dhe aty, tha, zbulova që isha e 34-ta. Pra, shkencëtari i 34 që kishte zbuluar antigravitetin. Dhe unë, tha, e fillova nga zeroja, nga hiçi. Pra, nga një diçka që mendova se ishte një argument banal. Por nga aty, tha, dola në rezultate. Tani, çfarë më shtyti këtu, tha, që të them këtë, thot ajo. Sipas kësaj vajze, dëgjojeni, sipas kësaj vajze, kësaj Amy Eskridge, ajo thoshte që njerëzit, me fjalë ata që ne quajmë alien ose jashtëtoksor, nuk janë gjë tjetër veç se janë njerëz që vijnë nga një tjetër dimension ose janë qenie të përgatitura nga vetë ne dhe janë së ardhmes.
Bile ata mund të spostohen në të kaluarën, mund të jenë në të tashmen, mund të shkojnë dhe në të ardhmen. E di që për disa kjo duket si fantazi, nuk e them unë këtë. E thoshte kjo zonja këtu, 34 vjeçë shkencëtare, dhe ajo kishte zbuluar që këta që gjendeshin aty, qoftë tek NASA ose tek disa kompani të mëdha, nuk janë njerëz, thoshte ajo. Por janë, me fjalë, janë njerëz, por nuk i përkasin, si mund t'ja u them, kohës reale. Janë njerëz që spostohen, të zhvilluar, sepse ajo ta tregon në mënyrë shkencore, thotë që zhvillimi i këtyre njerëz, sepse i kam studiuar, thotë, në fshehtësi, dhe në fakt ata i than boll, i than sepse ajo fliste publikisht shpeshherë, por nuk pati shumë kohë, sepse aq nuk e ndiqnin shumë, sepse ishte sapo kishte filluar. Dhe ajo thotë që e zbulova, thotë, sepse teksa po zbuloja antigravitetin, kuptova dhe disa mekanizma që janë shumë herë më të zhvilluar se sa ato ne që kemi aktualisht. Që ne i përdorim disa gjëra nga këto, thot, në shkencë, thot, por aty kuptova, thot, që nuk janë të krijuara sot, sepse nuk mundet që të krijohen sot. Dhe nga këtu, thot, dola në rezultat, thot, që ka disa qenie, pra disa qenie që janë njerëz, thot ajo, por janë të super të zhvilluar psikologjikisht dhe kanë njeriu është zhvilluar, thotë, zhvilluar qeliza, zhvilluar trupi, çdo gjë, dhe këta, thotë, kanë arritur në një teknologji shumë të madhe dhe kontrollojnë, thotë, jetën tonë. Tani unë këtë mendoj unë, thotë ajo, sepse mundet dhe të mos jenë njerëz, mundet dhe të jenë specie të një tjetër bote. Por, thotë, unë, thotë, ose mos janë ata, thotë ajo, që na kanë krijuar, unë nuk e di këtë, thotë. Sepse, dëgjoni, le ta marrim si fantazi, por dëgjoni me kujdes. Në qoftë se do të marrim për bazë, për shembull, që ato çka janë shkruar në antikitet, që Zoti e krijoi njeriu sipas shëmbullimit të tij. Mundet që këta të jenë këtu mes nesh dhe të jenë njerëz, me një fjalë, me fytyrën e një njeriu dhe të mund të jetojnë shumë, të jetojnë gjatë, ose mundet që një pjesë prej tyre që i dërgojnë në të ardhmen, të kaluar, të shkuarën, për shembull, në për kohë hapësirë, të jenë vetëm teste laboratorike ose zhvillim në laborator, pikërisht pra për këta, me një fjalë, për të shërbyer këtyre. Shiko, në disa vende, për shembull, që flitet për këta jashtëtokësorët, që i shërbejnë lukseve, ose luksit, ose një specie që quhet luks, thuhet që këta të grit, këta të vegjlit, nuk janë gjë tjetër veç se shërbëtor që spostohen nga dimensioni në dimension dhe nga koha në kohë. Ç'është e vërteta për këto, pra për këto specie, flitet që për kohërave antike, që kur nuk mahet mend. Akoma sot flitet për këta. Pra, këta grit po flas, me sy të mëdhenj, me kokë të madhe, të shkurtër, por njëkohësisht flitet edhe për lukset. Pra, për këta qenie, për këto qenie dimensionale, që nuk i përkasin trupit fizik. Mos ndoshta janë kaq të zhvilluar që ndonjëherë zhduken në mënyrë fizike dhe duken sikur të jenë energjike ose një trup energjik, mundet jetë kështu. Megjithatë, Emi thot që padyshim, thot, i përkasin kësaj bote. Sepse, thot, në qoftë, ose këtij dimensioni, sepse në qoftë se do të marrim, thot, për bazë, thot, zhvillimin e njeriut, çfarë ka bërë, thot, dhe kontrollin që i bëhet njeriut hap pas hapi, se këtë thot ajo, kontrolli është gjëja kryesore, kontrolli që i bëhet është sikur të kontrollojnë gjithë racën njerëzore që mos të eci më shumë përpara për të eci deri atje ku ata u nevojitet. Dhe të mbajnë në kontroll informacionet, njerëzit, çdo gjë. Në një kohë reale, gjithandej, nuk është vetëm të mbash në kontroll një pjesë të vogël dhe kaq. Në fakt, kjo shpjegon edhe faktin të disa shkencëtarëve që prej kohërave të lashta, me fjalë që po flas lashta, që nga viti 800 deri sot janë zhdukur me qindra. Vazhdojnë të zhduken ende sot. Sot u bë publik, me fjalë, vitet këto ditët e fundit është bërë publik nga FBI për këta 11 shkencëtar. Po unë them, ne kishim bërë në emision Enigma, qindra shkencëtar të zhdukur. Dhe si është e mundur që
vetëm në një 10 vjeçar u zhdukën 100 ca shkencëtar. Dhe tani këta kuptuan që janë zhdukur 11 shkencëtar. Dihet kjo edhe në Kinë, në mbar botën. Pra i bëm këto edhe në videon e mëparshme që ka ndodhur në mbar botën. Dhe pyetja është pse. Dhe po sikur, me fjalë pse të vrihen shkencëtarët. Dhe pyetja është po sikur të jenë megjithmonë një specie njerëzore që janë zhvilluar teknologjikisht dhe psikologjikisht dhe kontrollojnë njerëzimin nëpërmjet lobeve, nëpërmjet financës, nëpërmjet çdo gjëje. Po sikur të jetë kështu. Megjithatë, Emi ishte e sigurt për këtë, Emi Xcraig, dhe ajo thoshte që e ndalonin shpeshherë, në fakt edhe në videot e saj e gjeni, thotë që më kanë ndaluar të flas, por unë duhet të flas tot sepse ne nuk jemi dele, thotë ajo, dhe unë kam studiuar për këtë dhe duhet të flas publikisht. Mirë po, në vitin 2022 u gjend e vdekur në shtëpinë e saj. Dhe sipas policisë vrau veten. Kur ajo e kishte thënë publikisht, më përpara disa herë, nëse do të më gjeni të vdekur, unë nuk vrava veten. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Mundet jenë të vërteta këto që thot ajo, apo ndoshta kishte shkar kjo vajzë? Megjithatë unë nuk besoj, sepse i kam parë intervistat e saj dhe ata që e ndiqnin pak ishin, por ishin të nivelit të lartë, me fjalë që njihnin shkencën, fizikën, matematikën dhe nuk besoj që ishte e çmendur. Pyetja është pse? Pse duhet vritej ajo dhe pse nuk bëhen publike këto zhvillime, pra antigraviteti dhe zhvillime tjera. Dhe kush janë këta që kontrollojnë njerëzimin dhe botën? Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.